Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 64-vjeçarit Gjuvalin Prendi mbrëmjen e së njëjtës në lokalin në pronësi të tij në fshatin Plan të Lezhës. Gatërsia e veprimeve hetimore dhe kçyerja e kamerave të sigurisë në zonë rezulton se autorët, të cilët dyshohet të kenë qenë 4 persona, kanë lëvizur me një automjet Forestrat Porsche e cila ka ardhur nga Miloti. Sapo ka hyrë në parkingun e lokalit, 2 prej tyre të maskuar kanë zbritur nga automjeti dhe njëri ka qelluar me breshëri plumbash në drejtim të viktimës nga një distancë afërt, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas ngjarjes makina është larguar sërish përgjatë urës së matit në drejtim të Milotit, nga ku kanë humbur edhe gjurmët. Ndërkohë në momentin e ngjarjes brenda lokalit ka patur edhe persona të tjerë, të cilët kanë shpëtuar për mrekulli pa marrë lëndime. Burime nga policia e Lezhës bëjnë me dije se janë shoqëruar dhe marrë në pyetje mbi 10 persona, por deklarimet e tyre nuk e kanë ndihmuar grupin hetimor për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes së rënd. Viktima Gjuvalin Prendi rezulton të jetë babai i Roan Brahimit, apo i njohur ndryshe dhe me emrin Sidorel Prendi, i cili u vra në një atentat mafioz në Athinë në muajin maj të vitit 2024, ngjarje e cila vijon të jetë e pazbardhur. Pista kryesore e hetimeve për ngjarjen e Athinës, po atë të mbrëmjes së të njëjtës, është ajo e hakmarrjes, pasi Roan Brahimi dyshohet të ketë qenë përfshirë në disa atentate të ndodhura gjatë viteve të fundit në vendin tonë.